Kush e zbuloi pari talentin e Liliana Kondakçiu? I madhi Pjetër Gaci. Pjetër Gaci. Profesori Shkodran. Shumë i talentuar. Qa profesori më gjeniu i muzikës letë gjigande. I në Pallat Pionierës. Ai thjesht daia. Unë kam qenë Pallat Pionerëve, po kam qenë fillimisht në rrethe të ndryshme, do me thënë me i provoja të gjitha. Kam qenë në guzhin, herë të parë, në balet, pastaj në violin me profesor Zhani Ciko. Edhe më pastaj mbasi mbarova klasën e 8, shkuam në Paskuqan, aty shkonim me vajzat. Biznim rush aty. Kalonim kohën. Aty bënte punën fizike e stradë Tiranës. Petri ishte dirigent atë kohë aty. Edhe si që këndonim në vajzat atëherë, ai e kapi direkt vokalin tim edhe mua afrua se i që ma ty bashkë të gjithë. Më falë, tha, do të këndosh, të pëlqen të këndosh. Shumë i dhe shumë. Edhe direkt lëm takim të nesërme në Radio Tirana.